Presidenti rus Vladimir Putin ka mirëpritur kryediplomaten e Koreas së Veriut në Kremlin më 27 tetor, teksa forcat ruse po vazhdojnë ofensivën e tyre në lindje të Ukrainës, duke depërtuar në një qytet kyç në mes të luftimeve të ashpra. Mediat e Koreas së Veriut thanë se ministria e jashtme diskutoi shumë projekte të ardhshme për të forcuar dhe zhvilluar vazhdimisht raportin dypalësh, duke i përcjellë po ashtu Putinit respektin vllazëror të udhëheqësit Kim Jong-un. Detajet të tjera për takimin nuk janë dhënë. Korea e Veriut është bërë një mbështetëse kyçe e luftës gati 4 vjeçare të Rusisë kundër Ukrainës, duke dërguar artilleri, raketa dhe trupa në Rusi. Vizita e kryediplomates së Koreas së Veriut vjen teksa Rusia ka vështirësi që të mbajë nivelin e rekrutimeve përballë humbjeve në rritje dhe stimulimeve financiare të ulta. Javën e kaluar Rusia njoftoi se do të synojë të përdorë rezervistë për të mbrojtur infrastrukturën civile pas rritjes së sulmeve ukrainase me dron. Një lëvizje e tillë potencialisht do t'i lejonte Moskës që të kishte më shumë trupa për të luftuar në front, ku po përballet me humbje të mëdha në përpjekjen e saj për të marrë sa më shumë territor të Ukrainës. Rusia po ashtu raporton se synon të rekrutojë më shumë luftëtarë të huaj për të mbushur radhët. Deri më tani Korea e Veriut ka qenë furnizuesja më e madhe me trupa të huaj për Rusinë, duke dërguar sipas raportimeve 11.000 ushtarë vitin e kaluar me qëllim që të mbrapseshin ushtarët Ukrainës nga rajoni rus. Mediat në Korenë e Veriut nuk treguan nëse ka pasur diskutime për dërgimin e më shumë ushtarëve drejt Rusisë. Pavarësisht humbjeve të mëdha në front, forcat e armatosura ruse vazhdojnë të përbalojnë ngadalë në lindje të Ukrainës. Në fjalimin e tij, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Rusia ka grumbulluar forca të mëdha sulmuese afër Prokvaskut. Ai tha se aktualisht ka aktivitete të konsiderueshme sulmuese rreth qytetit përfshirë brenda tij, por nuk dha një vlerësim për situatën. Rusia ka tentuar që të marrë këtë qytet për më shumë se një vit, ndërkohë Zelensky tha se ka zhvilluar një takim me prodhuesit e dronëve dhe raketave me rrezet të gjata veprimi, duke thënë se është gati të nënshkruajë kontrata 3 vjeçare me kompani që i prodhojnë. Ukraina ishte armët me rrezet të gjatë veprimi si një mjet kyç për t'i dhënë fund luftës më të gjatë në Europë për dekada. Megjithatë, Ukraina po kërkon raketa më të fuqishme perëndimore, përfshirë Tomahawk të prodhuara në Shtetet e Bashkuara, për të sulmuar këto qarqe.